për momentin u bë rreth 3 vjet e pak që jam pjesë e stafit të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë. E gjej veten shumë mirë, të punosh me fëmijët është gjëja më e bukur në botë. Përveç që punojmë në klasë, bëjmë shfaqje të cilat me thënë të drejtën dhe të vërtetën, prej pak kohësh kanë pasur më shumë vizibilitet dhe kemi pasur më shumë qasje para publikut, jemi më të kërkuar dhe për këtë e ndjej veten shumë mirë. Sepse fundja fundit, kur ti bën një punë me fëmijët, në momentin që kjo punë reklamohet, shikohet nga masa edhe pëlqehet dhe duar trokitet, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e punës tonë. Dhe shqyr zotit, po them një fjalë turke që unë nuk i përdor se jam shumë e përkor në mënyrën se si zgjedh të flas, sidomos në publik, e kemi këtë mundësi tashmë. Jemi më të dukshëm edhe po duket se po punohet më fort. Po është e lehtë të punosh me fëmijët sot, me brezin e ri, me të gjitha problematikat e ndryshme dhe fenomenet e ndryshme që ndeshim dhe hasim në përditshmëri. Themi që janë të painteresuar për artin, janë të painteresuar për shumë linja të tjera të jetës, janë të fokusuar, le të themi, vetëm tek smartphone-at apo tek lojrat online. Ndërkohë që si është e vërteta, si janë këta fëmijët që merren me artin, që sjellin programe kaq të bukura, që sjellin shfaqje kaq të bukura? Ne kemi një range age, një target group goxha të gjerë, që do të thotë e nisin që 7 vjeç dhe mbyllin 15 vjeç. Kjo është diapazoni i moshave që ne kemi në kurs. Dhe unë shikoj që e vetmja gjë që s'më pëlqen, edhe që do doja shumë që ta bërtisja me të madhe, është që fëmijët nuk po tregojnë emocion. Gëzoj unë më shumë se sa gëzojnë ata. Ky është problemi vetëm që shoh. Pastaj pjesën tjetër janë ata që mua bëjnë update sa herë që vinë. Çdo herë që ata vinë, unë marr nga një informacion që nuk e dija. Janë shumë interesant fëmijët, shumë. Dhe është një grup mosh shumë i çuditshme sepse nuk kanë filtra fare. Ata e thonë ashtu si e ndjejnë dhe nuk ju intereson se si po ndihesh ti.